Të nderuar shikues, ka qenë ky edicioni informativ I orës 15, kurse tani jemi rikthyer në pjesën e dytë të pasdites, do të shohim fillimisht një video, një material, I cili ndërlidhet me personalitetin e ftuar në studio. Shohim materialin, rikthehemi pas pak. Kemi ndjekur pra kështu dhe një material I cili kishte të bëjë me vizitën e ambasadorit të paqes, zotëri Tahir Shabani, të cilin e kemi dhe në studion tonë. Përshëndetje, zotëri Shabani, dhe mirë se erdhët. Mirë që gjetëm, nga Universiteti Titovës, nga stafi akademik, studentor, përsëri në studio televizionit koha. Mirë që gjetëm, faleminderit përzemërsisht për pritjen, për angazhimin, për promovimin e rinisë shqiptare dhe programeve. Faleminderit. Fillimisht, cili ishte qëllimi I vizitës tuaj në Tetov kësaj radhe? Sot isha I ftuar nga rektori për pjesëmarrjen konferencë për paqen globale, për rinin, prosperitetin. Ishte kënaqësi dhe nder, së bashku ishim ftuar edhe me ish presidentin e Parlamentit të Gjenevës, në pamundësi të ishte fizik. Erdha vetëm edhe në kodrë kësaj erdha me pa donacionin, I cili ka një donacion I destinuar për Universitetin e Tetovës, për frankofonin, Aliansën Franceze dhe shkollat fillore, gjumë letërsi frange, promovimin e frankofonisë, dhe shumë shpejti Fakulteti Filologjik gjumë letërsi frange, Departamenti në veçanti, dhe janë angazhuar që të vendosin biblioteka dhe në tarmen të vinë të takojmë edhe stafin akademik dhe studentor për shkëmbim përvojash, programet frankofone, qëllimi jonë I vizitës që përmes letërsisë të komunikojmë edhe me studentë se libri është I pazaventueshëm. Përmes librit, armëria edhe edukimi, përgatitja arsimore, përgatitja një module të ligjëratës, një program të veçantë, një provim për pedagogëve, kur ka letërsi ndryshe është forma elektronike, edhe ajo është një dhuratë që është rrallë. Kemë ndihmu Kosovën, tani po vazhdojmë ndihmojmë edhe universitetet shqiptare në Maqedoninë, Shqipëri. Do të thënë është tradit ky lloj donacioni nga ana juaj, përmendet Kosovën dhe tani edhe në Maqedoni. Do të thënë edhe më herët keni donuar libra. Po, kur kemë dhuruar në Universitetin Hasan Prishtina, Fakultetin Filologjik, kryesisht këna furnizu Aliansën Franceze, ka qenë udhëhequr nga profesoresha Valbona Berisha, e cila punon me një fanatizëm të shkëlqyshëm edhe me një entuziazm duke promovuar gjuhën e letërsinë frange. Me këtë rast përshëndes gjithë frankofonët, ambasadat franceze në Ballkanin Perëndimor, cilat po organizojnë ditët e frankofonisë, Brom ka pas edhe pjesë teatrale edhe koncerte në Prishtinë, kështu që këto organizohen edhe në Maqedoni, dhe këtë pranvera frankofone. E me pranverën frankofone ne vim me një frymëzim të ri,
me një frymëzim të paqe dhe të prosperitetin, duke motivuar edhe së në bo një përshtypje në Universitetin e Tetovës, duke diskutuar me pedagog, kërkonin programet evropiane, programi Erasmus, si mund të implementohet, shihet se ka vështirësi nga Ministria e Arsimit, Universiteti i Tetovës, programet cilët implementohen dhe akreditohen dhe që fuqizohen nga Bashkimi Evropian, ato që ka udhëheqen nga Palja Maqedone kanë më shumë programe dhe buxhet, ndërsa këtu do të reflektojmë shumë shpejt që Universitetin e Tetovës edhe Universitetin Om Tereza në Shkop të kërkojmë nga rektorati dhe senati të organizohet një vizitë në Bashkimin Evropian drejt nivelin e dytë të politikave akademike evropiane pranë Komisionit Evropian, të organizojmë një vizitë që të kërkohet ndihmë dhe të implementohen kurrikulat e programeve duke mbështetur direkt nga Bashkimi Evropian se universitetet kanë një autonomi ligjore, derisa posëdojnë këtë harmonie dhe këtë bashkëpunim universitetet du ta kenë mes veti. Dhe bashkëpunimi akademik mund fuqizohet duke mbështetur me programe. Programi Erasmus për rinin, ai funksionon edhe për shkollat mesme, këtu kanë vështirësi në universitete. Ne jemi përmes diplomacisë kulturore që të hapëm rrugë, të hapëm rrugtimit të universiteteve shqiptare, të hapëm rrugën drejt integrimit të strukturave arsimore të Bashkimit Evropian. Në fakt, si ishte mikpritja në universitet, cili departament, cili fakultet ju mirëpriti, pam pak nga videot dhe pamjet, bështë fjalë për fakultetin filologjik të gjuhëve. Unë përshëndes dekanën e fakultetit filologjik, e cila kishte një gatishmëri, kishte mbaru për gjuhëletërsi shqipe dhe për çështjen në arbreshe. Kemi patur nderin profesoreshën Emine, ta kemi edhe në emision. Edhe përshëndesëm në këtë moment, më të vërtet neve në bëni për veti dhe unë ja thash, nuk du mund të ngjitem lart te rektori, pa kalu nga fakulteti juaj, edhe me paket ambientin e ju dhe më familiarizu me fakultetin filologjik, që ti përkrahon, pedagog, shkëmbim, krijohen mes fakulteteve programe pedagogjike që këmbejnë me universitetet tjera në të aspektin pedagogjik. Ndërsa në koordinatori për frankofonin ishte i shkëlqyer, ishte shumë praktik, ishte dhe nga tereni dhe nga arsimimi i përgatitur dhe ajo angazhu në atë punën e vetë me gjitha mundësitë e vetë që të na ndihmon në organizon edhe një ligjërat para studentëve dhe pedagogëve që qikojnë mundësitë e format e bashkëpunimit. Për balë kësaj, du t'i kthejmë rektoratës. Rektori në bon një pritje të shkëlqyshme, është kalu një rol të guvernatorit, të paqes dhe qeverisjes akademike. Krijohen gjithë të programe, gjithë të mundësi, du të me pas një vullnet shkëlqyshëm edhe mi kalu nga njerë barierat, nuk janë barierat qeveritare të leta, kur është autonomia akademike universitare. Ne do t'i afrojmë mbështetje dhe eftova nga shtatore tjetë ligjërues pranë organizatës botërore të tregtisë që do jetë e para, do jetë një nga ligjërues të parë universiteteve shqiptare. Do jetë Universiteti i Tetovës ku vinë stafe akademike, vinë personalitetet nga Komisioni Evropian, nga eurodeputet, do ketë nga banka botërore, nga partnerët ekonomik, nga industria, ata që mirën me industrinë, farmaceutike, gjitha këto favorizohen programet të fakulteti i mjekësisë. Gjitha këto, kur është një rektorat e nivelit dhe punojnë në drejtim, ne do t'i përkrahëm dhe besoj që do të kryojmë edhe ura të reja të bashkëpunimit. Cilat janë planet që i keni për të ardhmen, që i keni vendosur të realizoni bashkë me universitetet? Në kodër të universitetet, planet, ne do mundohem që të kryojmë programet të përbashkëta, konferencat përbashkëta përmes Tetovës, Shkuprit, do të morëm Prizrenin, Shkodrën, pastaj do morëm Kosovë Mitrovicën, do morëm Gjilanin, mund tjetë edhe Ferizaj, po nuk do të shkojmë vetëm kryeqytetet. Edhe universitetet cilat funksionojnë, isha në Universitetin e Gjilanit, Kadrizeka për 13 vjetorin, në të vërtet një organizim i shkëlqyshëm. Edhe në bojnë mundi krenarë që të vazhdojmë me programet e bashkëpunimit.
që të humbëm kohën për konferenca të përsëritshme. Se Gjeneva ka një tradit me shumë konferenca. New York pak ka konferenca, se është asambleja e Kombit Bashkuara, takohen në anëtarët e Këshillit të Sigurimit, po nuk është diçka që është frekuentuese sigur Gjeneva. 3.000 edhe delegacionet shqiptare, kur të vini në këbën organizata, ju seleksiononi modulat e konferenca, cilat i trajtojnë të politikët, cilat ju afrojnë mundësinë të bashkëpunimit dhe integrimit. Shumë konferenca nga njëherë është e tepër. Prandaj, edhe për këte, duhet seleksionuar, duhet ketë cilësi, duhet ketë me të vërtet një mundësi që përmes konferencat krijon partneritetet, krijon lidhjet e bashkëpunimit. Ne përballë kësaj, në Francë kanë përfundu zgjedhjet lokale të dielën, rundi i dytë, tani fuqizohen, po mblidhen këshillat e komunave, edhe me këshillat e komunave fuqizohet kryetari i jep betimin kuvend, edhe anëtarët e kuvendeve komunale. Në këtë kuadër e kem program me ardhmë me një 20 përfaqësues nga komunat franceze dhe nga një pjesë e Zvicrës. Do të vizitojmë komunat në Kosovë, do vizitojmë Maqedoni. Do mundohem edhe një komunë të vizitojmë nga ona shqiptare, mund tjetë Kuksi, apo Bajramçuri si zona malore dhe nuk kanë zhvillimin e mjaftueshëm. Po neve në intereson që këto komunat franceze të krijojnë mundësit me shkollat fillore, të krijojnë mundësit bashkëpunim përmes administratës, të ketë një shkëmbim përvojash, të vinë anëtarët të kuvendit, mund të jenë nga komunat të Tovës, mund të jenë komunat Qajirit, Gostivarit, mund të vinë ansamblist e kuvendit, vizitojnë atje të krijojnë mundësi partneriteti, se vazhdimisht vinë kryetarët e komuna, vinë personalitete, kur ata anëtarët e kuvendit, apo anëtarët e kuvendit nuk ju vjerë mundësia me dalë me lëviz. Unë e kom filluan, do të fillojmë në këtë formë, të thejmë pak barierët e protokollit tradicional. Këto janë planet që i keni për të ardhmen edhe ato bashkëpunimet me universitetet, por edhe me qendra të ndryshme në vendin tonë. Unë ju falenderoj shumë që ndatë nga dita juaj për që sot pjesë emisionit tonë, dhe edhe pse kishit takimin në universitet, ju gjetët kohë edhe për ne. Faleminderit. Tani është një ekspozit para se ta mbyllëm, po është hap një ekspozit Sloveni në Ljubljanë. Ka fillu me 23, kur kanë fillu bombardimet në Kosovë, NATO-s, ju televizioni koha keni dhënë një kontribut shkëlqyshëm për familjarët. Për gjithë këto ambienti televizionit koha ka qenë me këto kampet ku kanë qenë për qëndrum familjarët, edhe gjithë kanale kanë shkruar emrin, kërkoj familjarën, edhe kjo kur më së përsit më të shqiptarët. Në kodër këtyre përvjetore është hap një ekspozit nga Prishtina. Unë ju kom propozuar artistëve të Prishtinë që të ketë artistë nga Tetova, nga Shkupi, nga gjithë, që në tarmen të bëjmë një ekspozit në Zheneve ndërkombëtare me artistë me promovimin e vlerave shqiptare. Faleminderit shumë për kujdesin tuaj. Faleminderit shumë edhe një herë që ishi pjesë e emisionit tonë. Të ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e dytë për sot. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.